Ekspozita veçantë ndërkombëtare kushtuar dekorimit të vezëve të Pashkës, një iniciativë që ndërthur artin, traditën dhe simbolikën shpirtërore të kësaj feste të rëndësishme. Ideja për këtë ekspozit lindi gjatë një vizite në Rumani, ku organizatorja Maria Shukulli u njoh me një muze të dedikuar vezëve të Pashkës. Kjo është ekspozita e parë që ndodh jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajonin e Ballkanit, pasi kjo traditë vezësh është kryesisht të themi e përshëndruar vetëm në Evropën lindore, në vende si Rumania, Polonia, Ukraina, nga të cilat janë dhe vende të cilat janë siguruar vezët. Të veçantë bën fakti që veza vetë si simbol shfaq fillimin e ri, ringjalljen, jetën, shpresën dhe brenda kësaj simboli shihet një botë e tërë, le të themi. Edhe është mesazhi që përcjell që dhe diçka shumë e vogël mund të mbajë brenda një botë të tërë kuptimesh. Kemi vendosur Korçën sepse kam bindjen që qyteti ku Pashkët dhe krishterët festojnë më mirë është Korça. Do jetë një ekspozitë shëtitëse, do ta shëtisim në gjithë Shqipërinë. Këto janë vezë origjinale, duke filluar nga vezët e pulës të vogla deri te vezët e strucit. Teknika është e veçantë. Autorët e veprave janë kryesisht artiste të reja nga vende të ndryshme të Evropës lindore, si Ukraina, Polonia dhe Rumania, duke i dhënë ekspozitës një dimension të gjerë ndërkombëtar. Ekspozita dallon për faktin se nuk paraqet thjesht vezë të dekoruara, por vepra arti që mbartin një simbolik të thellë.